Nëse Preshevës që hynë në Kosovë me vetura do të paguajnë 20 euro për një javë. Këtë vendim e ka marrë Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve të Kosovës, pasi qytetarët e Luginës ishin ankuar se paguanin një shumë të lartë prej 60 eurosh për 2 javë. Por Serbia nuk pranon të ulë policat e sigurimeve. Për ata që udhtojnë për në Serbi, polica më e vogël do të jetë 100 euro. 6 muaj pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për lëvizje të lirë, Prishtina zyrtare ulë çmimin e policave të sigurimit për shtetasit e Serbisë që hynë në Kosovë. Nga 60 euro sa ishte për 15 ditë qëndrimi në Kosovë, nga 1 qershori, polica e sigurimit do të jetë 40 euro për periudhë të njëjtë qëndrimi, kurse për një javë qëndrimi në Kosovë, polica e sigurimit do të kushtojë 20 euro. Kjo ulje e policave ka ardhur pas ankesës së vazhdueshme të qytetarëve të Luginës së Preshevës. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve e kanë quajtur këtë lajm të mirë që mundëson liri të lëvizjes për të gjithë.